Receta për sot është nga ato recetat të thjeshta, të shijshme dhe praktike, e cila ka për t'ju shoqëruar për gjatë të gjithë verës. Si fillim, specat do t'i lajmë dhe do t'i pastrojmë. Pasi kemi pastruar të gjitha specat, do t'i lejmë pak më njanë dhe ndërkohë do të grijmë 2 thelpi hudhër. Vazhdojmë ta presim sa më i më të jetë mundur. Ndërkohë në një tigan të cilën kam hedhur vaj lule dielli, do të vendosim specat dhe do t'i skuqim në temperaturë mesatare duke i kthyer nga njëra anë në tjetrën. Ndërkohë që specat vazhdojnë të skuqen, në një enë do të hedhim rreth 300 gram gjizë ose djathë të gryer imët, 2 vezë dhe 100 ml qumësht. Do ta përziejmë mirë. Nëse djathi ose gjiza që do përdorni për këtë recetë ka krip, atëherë mos hidhni fare krip, siç edhe unë kam hedhur në këtë rast. Tashmë specat janë skuqur, do t'i heqim më njanë në një pjatë. Do të hedhim si fillim hudhër. Do ta skuqim për 1 deri në 2 minuta në temperaturë mesatare. Hudhra jep një aromë dhe një shije mjaft të mirë kësaj fërgese. Më pas do t'i hedhim masën që përgatitëm. Do vazhdojmë ta përzijejmë dhe do ta lejmë derisa të marrë val. Do t'i hedhim pak rigon sipas dëshirës. Do vazhdojmë ta përzijejmë përsëri. Dhe të vazhdojmë të rëndisim të gjitha specat një nga një. Do ta fikim zjarrin dhe e kemi gati për ta konsumuar. Siç e patë, është një recetë e thjeshtë, praktike, nuk ka nevojë për shumë përgatitje, del me të vërtetë shumë e shijshme. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë. Shumë faleminderit që më ndiqni.